Të lutë na mundesh me më tregu në sa ora është 1/3 e fundit e natës. 1/3 e fundit e natës, kohë ku në të shpresohet që të pranohen lutjet. Allahu i lartësuar zbret në qiellin e dynjas. Dhe siç kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam, Zoti i gjithësisë thot: a ka dikush që më kërkon e t'i jap? A ka dikush që më lutet e t'i përgjigjem? Kështu kuptohet prej fjalëve të profetit alayhis salam. Kjo kohë është para namazit të sabahut, pra 1/3 e fundit e natës, para se të hyj koha e namazit të sabahut. Ku ka më mirë se sa robi të çohet, t'i fal 2 rekate namaz, e në sejdë aty t'i shpreh Allahut të lartësuar dëshirat, nevojat që ka. Ke brenga, ke halle, ke dëshira. Vendi ku njeriu është më pranë krijuesit gjithësisë është sejdja, pra kur je në namaz. Aty në sejdë, pra me u lut. Dhe profeti alayhis salam tregon pra se vendi ku njeriu është më pranë krijuesit gjithësisë është sejdja. Prandaj shtojeni lutjet. Orienton profeti alayhis salam që me i shtu lutjet kur je në sejdë. Ti ke hall, ke breng, ke dëshirë, lutë Allahun e lartësuar. Zoti i gjithësisë thot: a ka dikush që më lutet e t'i përgjigjem? Çfarë pret? Allahu i rujt.